çfarë provoje do me posti për me marrë ekipin e Superligës? Çfarë provoje ka Eloni? Çfarë provoje ka të tjerë ka Eloni? Çfarë do thosh? Çe njëra vetën apo? Jo, s'pe njëra vetë. Po ti veti për të qenë trajner. Në Kosovë jem të jetuar. Këtë klubet i ngjohëm. Mengjës po pres mu hiq një trajner, mas por vetëm. Mengjës po pres mu hiq një trajner me shku, tani kush e valla se ku marr ekipin unë. Kush po çtim me shku me marr? Kush po çtim me shku me marr nëse s'ka çaj ekip cilësi? S'ka thon kush është? Jo ç'është po thoj se ku e marr ekipin vetë. Faruk jemi vjen kundërshtim çka thamë herë që s'mund me fajsu Albanin. Faruku ke pse ka Nëse ka marrë përgjithësi atëherë duhet të marrë përgjithësi. Jo, do të kishte përgjithësi, Faruku pa përgjithësi. Ore çam marr Prishtinën pa kush provoje, më thirr Prishtinë. Kush ka çëm marr Prishtinën? Albani ka dhënë mundësia ka marr. Nuk do më thon kur gjë, po du më thon përgjithësi. Po thot pa kush provoje kisha marrë Prishtinën që edhe 10 trajnerësh. Kush? Ti. Për çka? Po ti ki provoj shumë si trajner, po çaj do thon? O ti zoti nuk kam provojë në ligë, nuk kam provojë në Superligë, nuk jam trajner në Superligës. Superliga dhe rromë të tjera kanë dallim shumë të madh. Po për çka ka dallim Superliga me ligën e poshtë? Çfarë provoje do të me posti për me marrë ekipin e Superligës? Çfarë provoje ka Eloni? Çfarë provoje ka të tjerë ka Eloni? Po çaj do thosh? Çe njëra vetën apo? Jo, s'pe njëra vetë. Po ti veti për të qenë trajner. Po s'pe njëra vetë. Personale pas emisionit Po që 10 vjet është trajner thotë që trajner me provojë. Super provojë ka. Ti tërsen është e thot. Po le Faruk, je shumë gabim. Po, drejtori Superliga, Liga e parë. Niveli elitar, nivelit ku ti stërvit me Superligë ka dallim. Ani kjo është gjë. Edhe ka nevojë me pas pak përvojë. Të dy ekipet farë ka dallim, jo të këtë ekipet. Superliga me ligën e poshtë. Ja, të Për këtë stërvitje vërtet, jo të këtë ekipet. Të këtë ekipet. Kemi edhe Unë po dam që këtu do të pas përvojë. Veç beka 1 minutë po. Për me pas sukses një ekip, do të me pas organizim të mirë, do të me pas në mbështetje, trajneri të mirë, që mi arrit objektivat edhe qëllimet. Nga njerë, mirën trajnerat edhe lijen vetë. Nuk mund të arrin qëllimet në qëfëse ti vitë që ke marrë dikan edhe nuk i rrin brapa. Unë nuk thëmë që nuk i rrin trajnerit X, Y apo Z. Po, kemi shumë shembuj, edhe kemi shumë klube se si qëndrojnë dhe si menaxhojnë situatat e vështira, ato të cilën e tha Dritoni. Do me thonë, në këtë rast, në qëfëse Albanit nuk i bët një mbështetje, nuk i bët një shtytje e madhe, normal që qëllimet nuk arrihen. E thamë shumë qartë që është vështirë me një klub ku ndronë 3 trajnera, me një klub ku nuk mund të te kalot kriza,